ndërkohë, diversifikimi i portofolit të ofertës tonë është domosdoshmëri për të diversifikuar gjithë përmbajtjen e asaj mase turistësh që janë 12 milion që hyjnë e që dalin, por flas për ata që qëndrojnë dhe konsumojnë këtu kohë edhe konsumojnë ofertën tonë. Prandaj, të gjitha këto që u thanë, duhen marrë me seriozitet dhe duhen bërë. Muzeet e identiteteve lokale janë një element. Transporti modern është një element tjetër i domosdoshëm dhe për këtë arsye ne kemi filluar dhe do të hyjmë tashti në një fazë të krijimit të një kompanie të përbashkët mes Fondit Shqiptar Zhvillimit dhe bashkive për të furnizuar bashkitë duke filluar nga ato që janë me bashkitë që kanë fluksin më të madh të turistëve me autobus të një gjenerate të re. Autobus elektrik, të cilët do duhet të plotësojnë shumë nevoja të rritura sidomos gjatë sezonit dhe pastaj hap pas hapi të krijojmë lidhjen rajonale, të krijojmë intermodalitetin. Një tjetër komponent i programit janë parkimet. Nuk mundet më që ne të mos hymë në një fazë komplet të re të ndërtimit të parkimeve në qytete. Nën toksore, mbi toksore, me të gjitha ato formula që u paraqiten këtu dhe programin e kanë plotësisht funksional, besojmë ne. Tjetra është që është e rëndësishme, është gjithçka do të bëjmë me ekonominë në sensin e fuqizimit të subjekteve vendore, nga SHBB-t që po krijohen 33 SHBB nuk janë pak, por duhet kemi më shumë akoma, tek programi për mbështetjen e të gjitha bizneseve të vogla dhe të mesme me garancinë sovrane, programi dyfisho biznesin tënd, që do të lançohet dhe do të hapi dyert e bankave për të gjithë ata që duan financim për të dyfishuar kapacitetet e tyre në të gjithë territorin. Tek startupet, ku zoti Demo kishte një të dhënë paksa të pa updateuar, që nuk është në natyrën e tij të mos jetë updateuar, po nuk është më 85%, po 75% pesha e Tiranës, në aplikimin e fundit kemi 25% startupeve nga bashkitë e tjera, por këtu duhet bërë një punë e posaçme nga ju, sepse ne besojmë që pikërisht se bashkitë e tjera mund të jenë më pak të ekspozuara ndaj gjithë zhvillimeve se sa Tirana, mund të jenë pika ku startupet mund të jenë më shumë. Sepse talentet nuk mungojnë në asnjë fshat të Shqipërisë, jo më nëpër qytete. Dhe kompania tjetër që do të krijojmë për të mbështetur të gjitha bashkitë, kompani prapë dhe ajo e përbashkët e logjistikës për të quar në një nivel tjetër mirëmbajtjen e kanaleve ujitse, mirëmbajtjen e kanaleve kulluse, duke i shpërndar kapacitetet në mënyrë harmonike dhe me prioritete që vinë si rezultati nevojave që ka njëri e tjetri, do t'jenë dhe ato një vlerë shtuar, në ndërkohë që ne po përgatisim dhe programin e ri të investimeve.
që nuk ishte në këtë prezantim, programi I ri investimeve për mbrojtjen lumore, programi I ri investimeve për përmbylljen e gjithë hartës së ujitjes, ka akoma një pjesë harta e ujitjes që kërkon investime. Programi I ri për strehimin, do të kemi së shpejti ato që për cilin jemi zotuar, që këtë mandat do të kemi një qasje tërësisht të re ndaj strehimit, jo vetëm social, por dhe strehimit përballueshëm. Dhe do të mbështesim fuqimisht çiftet e reja konkretisht dhe jemi duke punuar për programin I cili dhe ai do të financohet masivisht. Dhe në mbyllje dua që së bashku të bijem dakord në një pikë, që nuk mund të lejojmë që çështja e antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian të banalizohet dhe që njerëzit ta ndjejnë këtë si një çështje që është çështje që nuk lidhet me jetën e tyre të përditshme. Sepse është tërësisht e pavërtetë. Prandaj bërja e prekshme e përfitimeve të këtij procesi është detyrë e përbashkët e të gjithëve ne. Ky është një proces historik për 1001 arsye, por ky është një proces historik dhe për ekonominë e kujdo. Është ekonomia e kujdo që me këtë proces do të rritet dhe veçanërisht është ekonomia atyre që sot janë të reja dhe të rinj. Nëse për ata që janë gjenerata më të vjetra, nuk më vjen fjala e vjetër, po më të rritura në moshë, kjo që thash është relative, për ata që janë gjenerata e re, kjo është absolute. Fal antarësimin në Bashkimin Evropian, Shqipëria e pas 10 vjetëve në antarësimi do jetë Europa e të rejave dhe të rinjve. Por nuk mundet do të ta vëmë në rrezik këtë proces dhe nuk mundet do të lejojmë që një narrativ absurde që ç'na duhet ne kjo, po lëre tani se kjo është propagandë, po lëre jo të kanalizoj energji negative ndaj procesit, jo ndaj nesh. Dhe duhet shpjeguar që Europa është standardi që kërkohet. Këto pritshmërit e rritura, kjo nevoja për të parë jo 5 kilometrat e ndërtuara, po për të fokusuar te 100 metrat që mungojnë, është eksaktësisht çfarë e lidh pasgjithshmërisht Europën dhe Shqipërinë antare të Bashkimit Evropian me këtë nevojë për ato 100 metra. Kështu që rilindja 2.0 nuk është thjesht ndërtojmë infrastrukturë, por është ndërtojmë cilësi jete, cilësi bashkëjetese. Nuk është ndërtojmë më tej qytetin, por është ndërtojmë më tej komunitetin. Nuk është hajde të ndërtojmë rrugë të tjera, po të ndërtojmë lidhje dhe të krijojmë ndërlidhje, mobilitet të brendshëm dhe jo thjesht parqe dhe sheshe, po marrëdhënie. Dhe natyrisht jo thjesht ekonomi, po mirëqenie. Sepse
Hiri i të vërtetës dhe do të thuhet që po të shikojmë të gjitha shifrat, ekonomia jonë nuk ka qenë asnjëherë më mirë. Po të shikojmë raportin e kësaj ekonomie që ne e shohim me shifrave me atë që është ekonomia e perceptuar e njerëzve, atëherë kemi problem ne, jo njerëzit, që është ndjesia reale e mirëqenies dhe perspektivës për mirëqenie. Këto ishin fjalët e mia. Besoj shumë tek ky program. Besoj shumë tek ky program dhe besoj shumë tek eksperjenca që kemi akumuluar. Ashtu sikur besoj shumë që nëse eksperjenca nuk do të na bëj cinik, po do të na bëj të hapur, më të hapur ndaj kritikës apo ndaj pakënaqësisë apo ndaj reagimit të kujdo qoftë. E thënë me fjalë tjera, aty ku e nisa nuk do të na bëj të ngurtë dhe ta karakterizojmë atë që na vjen përballë si mos mirënjohje, por do të na ndihmojë eksperjenca që ta adresojmë si duhet dhe atë që vjen përballë, atëherë ne do bëjmë një sukses të ri. O do jemi viktima të suksesit tonë, që është një mundësi. Ja thash atij mikut tonë këtu, po s'po e përmend. I thash, po i quajte mos mirënjohës ata, je viktimë e suksesit tonë. S'ke shpresë. Po i kuptove dhe do t'i japësh një marsh tjetër që t'i arrish ti tek ata, jo të vinë ata te ty, atëherë do bësh heroi i tyre dhe je përsëri ti që e mishëron suksesin. Shumë e thjeshtë. Dhe ajo që ne kemi detyrë kombëtare, miqtë e mi, historike është që të mos lejojmë në asnjë mënyrë që marrëzia e zgjidhjeve magjike të fitojë terren, se pastaj gjithçka kemi ndërtuar do shkojmë me kokë poshtë. Do shkojmë me kokë poshtë jo për ne, do shkojmë me kokë poshtë për të nesërmen. Dhe jo Bashkim Evropian, por kthim mbrapa dramatik. Përpara t'jetë vonë për ata që besojnë te këto lloj ilaçes çuditëbërse, ne duhet të vrapojmë më shpejt. Shumë më shpejt. Se po shikoj Evangelin. Evangeli është mjek. Por vjen një moment kur njerëzit besojnë tek mjekët popullor. Pastaj vjen një moment tjetër kur nga mjekët popullor kalojnë ke fallxhorët. Fallxhoret, se kisha ndërmend fakt fallxhorët se këta që ofrojnë recetat në publik janë fallxhorë me ë. Ne s'duhet ta lejojmë këtë. Ne po duhet kuptojmë pse i lind nevoja për fallxhorët njerëzve. Dhe shkaku jemi ne, që ta kemi shumë qartë. Po e kërkuam shkakun te të tjera gjëra, duhet ta lëmë këtë punë, sepse do të thotë që eksperienca na ka bërë cinik. E dim, kemi mësuar shumë gjëra dhe themi këta e fusin kot. Ta e fusin kot. Fallxhorët ja fusin kot. Njerëzit nuk ja fusin kot. Njerëzit kanë një nevojë që ne duhet t'ja u kuptojmë dhe t'ja u plotësojmë.
po ngelen dorë të fallxhorëve, do jetë shumë vonë pastaj. Do jetë shumë vonë.